asnjëri nuk e mendon dot. Pse nuk e kupton? Sepse në të njëjtën kohë duhet të studiojmë dy faktorë kryesor. Faktori politik, faktori juridik. Këto dy faktore, duam ne, nuk duam ne, duhet të lidhen bashkarisht. Dhe kur lidhen këto dy faktorë bashkarisht, shkojmë te kushtetuta e vendit tonë dhe pikrisht kushtetuta jonë thot qartë se si struktura e posaçme gëzon mbrojtje. Që do të thotë struktura e posaçme ka mandat edhe në kushtetut. Pra, thyerja nuk është krisje që do të kalohet këto javë, këto muaj, do shikosh do kalohet një krisje e cila është pa vlerë. Jo, është me vlerë, po është politike e juridike në të njëjtën kohë bashkë, që do të thotë sa është mandati i kryeprokurorit 3 vite. E ke të ndaluar për emërimin e tij në gjykatë në ligjin e posaçëm? Po. E ke të ndaluar ti në kushtetut? Po. Po në rast se në shtator, tetor, nëntor, dhjetor të 2025-s, ku vendi i ri me komisionin Xhafa bën një ndryshim të nenit që i duhet me urgjencë. Dhe gjen një deputet qyll. Mund bëhet për 3 muaj që ta kap Dumanin apo? Po, një sekond, sepse këtu loja është më e gjerë se kaq. Nuk bëhet për emra. Pra, lejeni Dumanin me një moment. Lejeni Dumanin, sepse Dumani është përdorur. Dhe tani unë e dini ju mendimin tim që kam për njerëz të cilët janë përdorur dhe të përdorurit normalisht gjejnë mbështetjet e Zotit, po hajde po gjejnë edhe një mbështetje nga mua në këto momente. Lejmë Dumanin me një anë, nuk është Dumani, është diçka përtej Dumanit. Mund na surprizoj edhe muajt e fundit. Por, që do të thotë për arrestime, do të them arrestim pastaj sekreti, po prit tani të analizojnë të dëgjuesit na kuptojnë çfarë dua t'i themi. Pra, është ndaluar, është me ligj ndaluar, është ndaluar. A bëhet ndryshim ligjor të posaçëm ku PS-ja ka 83 mandate me ble 1/84, legjitimohet ndryshimi ligjor i posaçëm, jo kushtetues. A kemi mundësi që ajo të normohet dhe brenda vjetorit kryeprokurori të zgjidhet Arben Kraja? Po, se ai tek ligji i posaçëm shkon e bën ndryshimin dhe lejon që të rizgjedhet dikush që ka qenë dikur kryeprokuror. Pra Arben Kraja. Ky i shkarkuar i tani mund të rikthehet si shef Spaku. Po, se ka qenë. Po çfarë dorama të bën ndryshimin e ligjit? Pse? Kushtetutën do berishën. Por derisa ky ligj të shpallet antikushtetues, dispozita që lejon riemrimin e një të ndaluarit nga ligji i posaçëm të kandidojë, do kohë, do vite derisa të shkojnë gjykatë kushtetuese. Rama do gjej mundësinë që të rivendos Arben Krajën krye të Spakut. Dhe prandaj është kjo thyerje. Kjo është intrigë politike, juridike, që sherri nga politika futet brenda Spakut. Tani Spaku do jetë në momentin më të vështirë për jetën e tij ekzistenciale, për 20 prokurorë të cilët kanë marrë benefitet e një populli që vdes për arrestime, po jo për drejtësi, sepse drejtësinë e kemi thonë e jep gjykata dhe nuk e jep prokuroria. Prokuroria është vegël e pushtetit të ekzekutiv. Mirë, që atësimte juridik, hapni kushtetutën, hapni kodin e procedurës penale, lexoni. Në rast se nuk i hapni, komentoni, e drejta juaj është. Por ama hapni të paktën këto dhe shikoni se si varion logjika juridiko-politiko bashk. Pra, ligji nuk është se normohet nga qelli edhe zbret në tokë. Normohet për shkak të arsyesh politike dhe juridike bashkërisë. Sepse dëgjoj edhe disa ufo që thënë disa karagjoslliqe, fal për shprehjen, po gjithsesi duhet t'ia themi popullit të kuptojë që politika dhe ana juridike shkojnë bashkë, sepse
politika prodhon ligje, të cilët vinë tek ne. Pra du të thot, Rama e bëri luftën e vetë, e nisi, i përdori, dhe tani i thonë vrisni veten, e dini ju se ju e bërët, ne juve ju kemi mbështetur. Edhe shkojmë tek fjalia e famshme, përgjegjësia është individuale, të shkrive kam unë me ju. Unë ju dhash shpatën, ju bërët punë, po ju e komandoni shpatën, sepse ju arrestoni, sa arrestoj unë. Tani me shpatën, po qëllë një tjetëri. Dhe pastaj do dalin në shesh të gjitha. Por, çfarë ndodh tani në këto momente? Në këto momente ndodh që Rama është i gatshëm të bëjë ndryshime të interesit të tij në reformë në drejtësi.